E lusë Allahun Gjellëshanuhu që Zotit na fali dhe na mëshiroj. E lusë Allahun Gjellëshanuhu, o Zot, ty të lutemi, pranoj lutjet tona, ja Allah. Na bëj për atyre cilët pendohen me pendim të sinqert, ja Allah, dhe dalin prej kësaj xhamie dhe prej kësaj xumaje me pendim të pranuar dhe me mëkate të falura, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, largoje mendjen tonë, zemrën tonë, ja Allah, siç largove lindjen nga perëndimi ndaj mëkateve dhe të këqijave. Na inspiro vepra të mira, ja Allah. Na shto dashurinë për ty, dashurinë për profetin tënd, dashurinë për njerëzit që ti i don, dashurinë për Kur'anin dhe dashurinë për çdo vepër të mirë, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ne nuk patëm mundësi, ja Allah, që ta shikojmë Muhammed Mustafa në këtë dynja. Mos na privo nga takimi me te dhe qenja bashkë me Muhammed Mustafan, ditën që do dalim para teje dhe në xhenetet e begata, ja Rabbel Alamin. O Allah, ty të lutemi, në Palestinë, o Zot, lutem mundsoja ashtu siç kemi lutur me shpirt edhe xhumat e kalume. Mundsoja që të ketë një paqe të vazhdueshme dhe të stabilizuar. Mundsoja ati popullit të kenë, o Zot, drejtimin e njerëzve dhe bijve tyre të përkushtuar, ja Allah, që e çojnë atë vend drejt prosperitetit dhe stabilitetit. O Allah, kthej lumturinë në zemrat e atyre njerëzve. O Zot, gëzoj zemrat tona dhe zemrat e gjithë botës me një paqe dhe vazhdimsi të qëndrueshme në atë vend, ja Allah. O Zot, ty të lutem, jo Allah, na prano lutjet tona. O Zot, na bashkone me Muhammed Mustafan, na falne prindit tanë dhe gjithë besimtarët. Amin.